بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فلندريم ذا لافدريم تشوفش بر الله جل وعلا صلاة والسلام تشوفش بر محمد مصطفى familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Me lejnë Allahut Jalla wa Ala vazhdojmë me ciklin e ligjëratave tona të titulluar Udhëtimi në drejt ahiretit. Sot me lejnë Allahut Jalla Jalaluhu i kem disa mesele që duhet me i trajtu pas sprovës së varrit që shpjeguam javën e kaluar, që kryesisht kanë pyetjet që i drejtohen njerëzit në varr, kanë disa mesele që u trajtuan me sprovën e varrit, a është apo më themi kështu sprova e varrit është specifike për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam apo jo? Kategoritë të cilat përjashtohen prej sprovës së varrit, ndërsa sot me lejnë Allahut Jalla Jalaluhu janë disa mesele që kanë të bëjnë me dënimin e varrit edhe shpërblimin e tij. Zakonisht njerëzit kur flasin për sprovën e varrit mendojnë se është për qëllim dënimi dhe shpërblimi, dënimi i varrit kryesisht, mirë ajo që është të qëlluar se me sprovën e varrit është për qëllim pyetje që do t'i drejtohen njerëzit. Ndërsa dënimi i varrit është komplet mesele tjetër. Po fillojmë kështu, pastaj me rendit meselet, Mu'tazilit e kanë mohu dënimin e varrit. Mu'tazilit e kanë mohu dënimin e varrit dhe kanë thonë se për të nuk ka argumente në Kur'an e as nuk ka argumente mutawatira në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe rrjedhimisht ata kanë thonë se meselet apo argumentet janë ahad, nuk i pranojmë. Posaçërisht në çështjet e aqaidit. Kisha pas qef apo dëshirë me i kuptu shkurtimisht çka synohet me hadithe mutawatira dhe çka synohet me hadithe ahad, edhe pse në esencë tek rezultati i të punuarit me to nuk ka në far probleme pastaj nëse vërtetohet. Mirë po sido që t'jetë ndarja që është bë mes haditheve mutawatira dhe ahad, kjo ndarja është bë në bazë të numrit të transmetuesve që na kanë arrit hadithe deri tek ne. Bazë të numrit të transmetuesve, dietarët kryesisht i kanë ndarë në dy kategori, hadithet mutawatira edhe hadithet ahad. Mutawatira janë ato hadithe të cilat janë përcjell deri tek ne grup pas grupi, gjenerat pas gjenerate, edhe nuk ka mundësi me u koordinu transmetuesit për me e trillu një gënjeshtër, edhe lajmi i tyre është diçka konkret, nuk është e hamendësuar, mirë po është diçka konkrete. Që kjo është hadith mutawatir. Ndërsa hadithi ahad, dietarët kur e kanë përkufizu kanë thonën është për qëllim çdo hadith i cili nuk e arrin gradën e hadithit mutawatir. E që kur e gjeni na për libra të përkthyer shqip, ose qofshin ato edhe autoriale të hoxhallarëve këtu, thonë hadithi ahad është hadithi vetmuar, nuk është e saktë. Hadithi ahad është ai hadithi i cili nuk e arrin gradën e hadithit mutawatir. E që grada e hadithit mutawatir është me u transmetu grup pas grupi, domethënë gjenerat pas gjenerate, që nuk kanë mundësi koordinimi për gënjeshtër. E hadithet ahad nuk e arrin këtë kategori. Domethënë nuk është grupi i transmetuesve i madh, sikur është hadithi mutawatir. E që rrjedhimisht hadithet ahad ndahen në disa grupe.
E një prej këtyre grupeve është që kjo i vetmuar. Është hadithi mashhur, që është hadithi njohur që transmetojnë 3 e më shumë transmetues, është hadithi aziz, mundemi me thonë hadithi përforcuar që transmetojnë 2 transmetues, spaku me një halk prej halkave të senedit, edhe është hadithi gharib, është hadithi vetmuar. Që e përkufizojnë hoxhallarët e na hadithin ahad, hadithi vetmuar. Tash ka kanë bo, Mu'tazilit kanë thonë nëse hadithi nuk është mutawatir, nuk është hujje në aqaid. Nuk është hujje, nuk është argument në meselet e aqaidit. Meselet e dënimit varrit, shpërblimit varrit, a janë meselet fiqhut atë aqaidit? Kush përgjigjet? Çfarë mesele janë? Janë meselet e aqaidit, nuk janë meselet fiqhut. Rrjedhimisht e kanë mohu edhe dënimin e varrit. E hoxhallarët e vjetër, dietarët e hershëm, nga njëherë hiç pa i përmend këtë grupacion, pa ju qasë me thonë në meseleve tyre mirë, po kanë ardhë i kanë trajtu meselen tyshë. Vjen Imam Bukhariu rahimahullah në sahihun e tij, kur flet për kapitullin mbi dënimin e varrit, e fillon me ajete kuranore. I përmend i numër të madh të ajeteve, pastaj vjen i përmend hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Çka ka dashur me thonë me këtë veprim ti? Thot Ibn Hajar rahimahullah, kur e komenton sahihun e Bukhariut, thot se çish me thon veprimi i Imam Bukhariut rahimahullah, edhe sjellja e tij në këtë formë të haditheve, të ajeteve fillimisht, pastaj të hadith profetike, don me ju tregu tjerëve se për çështjen e dënimit në varr ka fillimisht ajete kuranore, pastaj ka hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që numri i tyre është i madh. Edhe për këtë meselë, siç do ta shohim më vonë, kanë thonë ulemoja se hadithet për dënimin e varrit janë mutawatira. Hadithet për dënimin e varrit janë mutawatira. Prej ajeteve që kam përmend, po i përmendim disa, edhe me pa formën se çush janë argumentuar se dënimi i varrit është hak, Allah i na ruaj. Thot Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an, është fol për familjen e Firaunit. Wa haqa bi ali Firauna su'ul adhab. Ata i thartë e Firaunit, familja e tij, ndjekësit e tij, e meritojnë dënimin e madh të Allahu xhalla wa ala. Pastaj thot: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala Firauna ashadda al-'adhab." Rimir. Allahu xhalla wa ala thot: ata i ekspozohen zjarrit mëngjes e mbrëmje. Ata i ekspozohen zjarrit mëngjes edhe mbrëmje. Ndërsa në ditën e kiametit, Allahu xhalla wa ala thot: adkhilu ala Firauna ashadda al-'adhab. Tani fotni familjen e Firaunit edhe i thartë e tij me një dënim më të dhëmshëm. Për çka është të fol ekspozimin e tyre në zjarr? Çfarë periudhe të jetës? Është të fol për periudhën e Barzahit. Sa ata ekspozohen zjarrit mëngjes e mbrëmje. Ekspozimi i tyre ndaj zjarrit është dënim, pa fije dyshimi. E që përmes këtij argumenti kanë thonë ulemoja se është për qëllim dënimin varr. Është për qëllim dënimin varr. Pastaj Allahu xhalla wa ala në Kur'an thot: "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون." الله جل وعلا thot: sikur ti shihje me laçet, kur ja marrin shpirtin mizorëve dhe pabesimtarëve, edhe i rrahin ata, i godasin ata, edhe ju thojnë: shpëtojeni vetët tuaja tani. Tani shpëtojeni vetët tuaja, prej që di dënimi çka do t'ju pret. El yawma tujzauna adhab al-huni, sot do ta shijoni dënimin e dhëmshëm të Allahu xhalla xjalaluhu, për shkak se ju i përgënjeshtronit argumentet e Allahut
edhe tregoheshit mendjemdhaj ndaj tyre. Me qëta jetë është argumentu në dy forma për dënimin e varrit. E para është kur ja mori shpirtin aty në i godasin. Kjo automatikisht lidhet me barzakhin. Halas, këto po përfundojnë që është me thonë lidhje atyre me dynjon. Se kur i kemi shpjegu lidhshmëritë e shpirtit me trupin, kemi thonë se janë 5 apo në barkun e nënës, në këtë dynjon në barzakh, në gjumë, në thonë këtë dynjon në gjumë, në barzakh edhe në ahiret. Tash automatikisht prej nxjerrjes shpirtit fillon jeta e barzakhit. Godit i godasin me laqet. Pastaj forma tjetër e argumentimit ka thonë Allahu Jalla wa Ala al-yawma tujzauna adhab al-hun. Tani keni me shiju dënimin e dhëmshëm. Çka është për qëllim? Ka thonë ulemoja, është për qëllim dënimi i dhëmshëm në jetën e barzakhit. Është e qartë? Se Allahu Jalla wa Ala po thot tani, me thonë se është për qëllim masi të ringjallën, është pak të lashë se Allahu nuk e përdor këtë metodë trajtimit këtyre çështjeve për një dënim që do të vjen. Me prit me u shkatërru komplet dynjoja, pastaj me fillu kiameti, pastaj me shiju ata dënimin. A është e qartë? Mirë po el-yawma është për qëllim tani. Edhe shumë bukur e kanë përkthyer në Kur'an. Sot dhe kisha Kur'anin e Hoxhës Sherif Ahmeti, Allah e rahmet post, e ka përkthyer tani shijon e dënimin Allahu Jalla wa Ala. Që është për qëllim jeta e barzakhit. Argument tjetër për dënimin e varrit që ekziston, edhe argumentohemi me ajet kuranor, thot Allahu Jalla wa Ala për munafiqun سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. Do t'i dënojmë ata 2 herë, pastaj do t'i kthejmë edhe do t'i vendosim në një dënim të përjetshëm atë dhëmshëm, Allah na ruaj. Çka është ka bëhet në këtë meselë në këtë ajet? Ajeti është u fol për munafiqun. Wa mimman hawlakum min al-a'rab wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiquna ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم الله يعلمهم سنعذبهم مرتين. الله جل وعلا thot edhe rreth teje ki bedoin të cilët janë munafik. Janë munafik. Është u fol për munafiqut. Çka është për qëllim? Ata do të dënohen 2 herë, pastaj Allahu do t'i vendosë me një dënim shumë më të madh. Kanë thonë ulemoja. Dënimi i parë është në dynjot. Dënimi i dytë është në varr, ndërsa dënimi i dhëmshëm është në xhenem, Allah na ruaj. Qysh në dynjot? Që ka jetë në cilën sura është? Që ka jetë në kaptinën e Tawbe. Kaptinës Tawbe ulemoja i kanë thonë edhe kaptinë zbuluese, el-kashife. Çka është për qëllim zbuluese? Është për qëllim se kaptina Tawbe i ka zbulu munafiqunt. I ka zbulu munafiqunt. Imam Ibn Jarir rahimahullah në tefsirin e tij, tefsirin e njohur që ka, te ky ajet e përmend një ether prej Ibn Abbasit, një hadith në sens prej Ibn Abbasit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka qenë duke mbajt një khutbë edhe ka fillu me emra munafiqunt, te del prej xhamisë, te del prej xhamisë, në ditë xumoje ka qenë. Te del prej xhamisë, rani ka numëruar. Umer radiallahu ta'ala anhu o shkon të hinë xhami. Kur i ka pa këta njerëz, është mshef. Pse o mshef? është frigu se mos po mendoj njerëzit që Umer radiallahu ta'ala anhu i ke namazi i xumos. Se kur i ka pa këta të dalë me numër jo të vogël, ka thonë që e kretu njerëzit xumon e unë u vonova. Edhe me iki xhumoja e tash Allah i më koriti para njerëzve po më shohin me thonë se Omerit i iki xhumoja dhe është rujt. Kur i ka pa dolën, o afru ka xhamia, ka vrejt që njerëzit hala nuk i kanë falë namazën e xumos. Njoni mas është kry xhumoj ka thonë o Umar, a i pa që ata që dolën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i nxjerrë ran prej xhamisë. Krejt munafiqun. Fadhahahum Allah. Allahu Jalla wa Ala i ka zbulu me që sura.
Edhe kanë thonë se që kjo është dënimi i parë në dënjot, që Allahu Gjelle Gjelaluhu i zbulon munafiqunt. Allah i na ruaj. Ndërsa dënimi tjetër, se nu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila adhabin adhim, do t'i dënojmë 2 herë, pastaj do t'i kthejmë në zjarmin e xhehenemit me një dënim të dhëmshëm. Dënimi i parë është në dynjot, dënimi i dytë është në barzakh, ndërsa dënimi i madh për ta Allah i na ruaj është kur në ahiret. Përmes këtij ajeti kanë argumentuar ulemoja se dënimi i varrit është hak. Se dënimi i varrit është hak. Gjithashtu Allahu Jalla wa Ala në Kur'an thotë: "Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Kush largohet prej përmendjes time, kush largohet prej mësimeve të mia, ai ka me përjetu një jetë të dhëmshme edhe të mërzitshme. Është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në një hadith që e transmeton Abu Huraira, shënon Ibn Hibban dhe Hakim Mustadrak, se ka thonë ma'ishatan danka, dënim i dhëmshëm, është për qëllim dënimi i varrit, Allah i na ruaj. Senedi i këtij hadithi është jayyid, hasan, i mirë. Kështu ka thonë edhe Ibn Kathir rahimahullah, isnaduhu jayyid, edhe ka thonë Sheikh Shuaib Arnauti se senedi i këtij hadithi është i mirë. Pastaj fundi i surës, mundeni më kthy me lezu fundi i surës Al-Waqi'a, e trajton të njëjtën temë. Allahu Jalla wa Ala në fillim të surës i përmend 3 kategori të njerëzve që do të jenë në xhennet. Pastaj në fund surës i përmend 3 kategori të njerëzve, gjithashtu është të fol për jetën para vdekjes dhe dënimin ose shpërblimin në varr. Domethënë janë prej ajetit 83 deri në fund të surës Al-Waqi'a. Ndërsa hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për dënimin e varrit, e që janë mutawatira. Edhe këtë tawatur, domethënë janë transmetuar në grup pas grupi, e përmend Sheikhul Islam Taymiyya rahimahullah në Majmu'ul Fatawa. E përmend Ibn al-Qayyim rahimahullah në Kitab ar-Ruh, librin mbi shpirtin. E përmend Ibn Hajar rahimahullah, e përmend Abu al-Izz al-Hanafi rahimahullah në sharhin e tij, në komentin e tij që ka bërë Aqidat Tahawiyës. فقد تواتر الأخبار janë transmetu grup pas grupi hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu e vërteton kush Ibn Rajabi rahimahullah, e krejt vëmë pasaj edhe Hafidh Ibn Hajar rahimahullah në Fathul Bari. Në Fathul Bari. Çka i bën kjo mutawatira? Mutawatir vëllazër duhet me kuptu. Ka njëherë transmetohet me tekst. Qysh e ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, çashtu grup pas grupi transmetohet. E që të hadithet tilla janë pak. Ka njëherë kuptimi i përgjithshëm i haditheve transmetohet mutawatir. Dënimin e varrit janë transmetuar tilla. Domethënë krejt hadithet që ka flasin për varrin e çojnë shpethonën ujin që atë se dënimi i varrit do të ekzistojë. Prej haditheve në këtë kapitull thotë Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu e transmeton një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se thot pasi parandoi dielli, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka dëgjuar një zë. Sami'a sautan, ka dëgjuar një zë jo të zakonshëm. Edhe ka thonën yahudun tu'adhabu fi quburihim. Yahudun tu'adhabu fi quburiha. Allah i na ruaj thot disa jehudi po dënohen në varrezat e tyre. Hadithin e shënon Imam Bukhari rahimahullah edhe Muslimi në Sahihun e tij. Gjithashtu është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një hadith të cilën e shënon Imam Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Laula an la tadafanu la da'awtu Allah jalla wa ala an yusmi'akum min 'adhab al-qabr." Sikur jo, mos të friksohesh edhe t'i lënë të vdekurit tuaj pa i varrosur, kisha me lutë Allahun Gjelle wa Ala me javë mundësu që me e dëgju zërin e atyre që dënohen varë. Sikur jo, të mos friksoheshi edhe t'i lënë të vdekurit tuaj pa i varrosur, kisha me lutë Allahun Gjelle wa Ala që me javë mundësu juve me dëgju dënimin
e njerëzve në varr, Allah i na ruaj. Ulemoja rreth këtij hadithi kanë fol gjatë komentimit tina. Kryesisht mendimet janë shumëta, por kryesisht sillen rreth 3 shpjegimeve. Shpjegimi i parë e që si shpjegim e thonën nuk është i qëndrueshëm. Kanë thonën si kur të mos friksoheshit prej dënimit të varrit që do t'i godet të afërmit e juaj, e kisha lut Allahun me ja mundësu që t'i dëgjoni të vdekurit kur dënon varr. Që i bie për shkak frikës që kishit për ta, do të thonë sikur t'i dëgjonit ata, shumë tash për llogaritmi i dëgjonte ata, prej frikës që keni prej dënimit varrit kishim i lënë pa i varros. Është e qartë, kishim i lënë pa i varros ata. Që kjo nuk përkon me fiqhun e sahabive. Që kjo mendim nuk përkon me kuptimin e drejtë argumenteve që kanë pas sahabit ndaj argumenteve shariatike. Për faktin se ata e kanë ditë që dënimi i varrit është hak, e varrose apo nuk e varrose të vdekurin. E shtinë në dheja ose nuk e shtinë në dheja është hak, ka me ndodh. Edhe Ibn Hajeri rahimahullah kur flet se pse ulemoja kanë thonë dënimi i varrit, kur ka njerëz që nuk varrosen fare, ka thonën është përmend këtë formë dënimi i varrit për faktin se shumica e dënimit ndodh në ta. Edhe shumica e njerëzve varrosen. Përndryshe, ai shavdes në ujë, ai shavdes në qiell, ai që i djegët xhenozë e tina, ai që nuk varroset fare, ato që hanë peshit, a nuk ka dënim të varrit për ta? Ka dënim të varrit për ta. Ka dhënë të varrit për ta. Sigur ka për tjerë. Mirë, po pse është përmend këtë formë? Domethënë është precizuar dhe është konkretizuar varri për faktin se shumica e dënimit ndodh ta dhe njerëzit shumica varrosen. Për shembull, nëse han peshku dikon është i rrallë. Nëse ndodh diçka për shembull në qoftë në aeroplan ose diçka është e rrallë, nëse dikush për shembull nuk varroset fare është i rrallë, a është e qartë? E tash ky kuptim kanë thonë në ulemoja nuk është i qëndrueshëm. Për faktin se sahabit e kanë ditë që çysh do që t'jetë gjendja, dënimi i varrit ka më ndodhur. Kjo është kuptimi i parë i këtij hadithi. Kuptimi i dytë është se sikur ju t'i dëgjoshit zërat e të vdekurve, kishit me u friksu që të afroheni tek varrezat për me varros të vdekurit tuaj. Është e qartë? Sta shtrishtim i madh Allah na ruajt. Sikur ti dëgjoshit ata, as të varrezat kishin me pas guxim me u afrua dhe me varros të vdekurit tuaj. Edhe kuptimi i tretë është se nga trishtimi i madh që ka ai zon do të vdesshit të qenë. Allah na, çdo i tri kuptime janë kryesore të këtij hadithi. Hadithi tjetër që argumenton se dënimi i varrit është hak është hadithi i Aishës radhiyallahu ta'ala anha, tek e cila thot hynte një grua jehudike edhe i shërbente asaj. Kur Aisha i ka dhënë ai dhuratë ose diçka, kur i grumbullon krejt hadithet, që kjo është mesela apo kuptimi i hadithit është kjo. Kur Aisha i ka dhënë diçka, ajo është lut, ka thonë Allahi të ruajt prej dënimit të varrit. E që kjo shka jep me kuptu. Kjo jep me kuptu atë që e ka thonë Sheikhul Islam Taymija rahimahullah, se dënimi i varrit është i vërtetuar thot të muslimant e të jahuditët e krishterët. Ka qenë mesele kryne kjo. Lejta shka më të zilit që vinë dhe mohin komplet. Nuk ka qenë kryne. Kjo jahudike për të thotë Aishës radhiyallahu ta'ala anha, Allahi të ruajt prej dënimit të varrit. Aisha radhiyallahu ta'ala anha ka shkuj ka vetë pejgamberi sa të ka thonë i dërguari i Allahit, çështo thot më tha filonja. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi që kjo është e vërtetë. Se dënimi i varrit do të ndodhë, edhe ka thonë lutni Allahun xhallahu ala që t'ju ruaj prej dënimit të varrit. Për këtë arsye është transmetuar prej Abu Hurairës, prej Ibn Abbas dhe shumë sahabive, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte një dua sikur na mësonte një sure prej Kur'anit. Edhe thonte luteni Allahun xhallahu ala قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر من عذاب جهنم
ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة الأحياء والممات. O Allah, na ruaj prej dënimit të varrit, o Allah, na ruaj prej dënimit të xhehenemit, o Zot, na ruaj prej fitnës së dëxhalit, edhe na ruaj prej fitnave të dunjos edhe të ahiretit. Do të thotë Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الكلمات كما يعلمنا سورة من القرآن. Na mëson të thotë këtë dua, sikur na mëson të sura prej Kur'anit. Gjithashtu, argumente që tregojnë për dënimin e varrit, se ka njerë tash vjen një mesele tjetër, është dënimi me trup a me shpirt, apo është vetëm me trup, apo është vetëm me shpirt, është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që trupat apo shpirtat e besimtarëve në xhennet do të jenë në trupa të zogjve të gjelbër që do të lundrojnë në xhennet, në disa transmetime që do të jenë të vendosur filan vendin në xhennet. Do të thonë ka shpërblim. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka pa ëndër ata lloje të njerëzve që dënohen, dikush të lundruan lumin me gjak, dikush të e godi trupin e tij me thik, dikush të dënu kështu, dikush të e këpu gjuhën e tij, dikush këtë dënim e atë dënim, ka thonën Ibn Taymija rahimahullah, Allah i na rujt se ëndrat e pejgamberëve të Allahut janë fillimisht hak. Pastaj ata thot i ka po shpirtat e tyre që janë formësu. Se i ka po kur në Isra dhe në Mi'raj. Shpirtat e tyre i ka po në qiell, ndërsa trupat e tyre ku janë? Janë në varr. Është e qartë? Do të thonë këto tregon se dënimi i varrit do të ndodhë. Meselet që lidhen me dënimin e varrit, e para është dënimi i varrit a është me trup, apo është me shpirt, apo është me të dyjat. Dietarët rreth kësaj mesele kanë tri mendime kryesore. Mendimi i parë është mendimi i atyre të cilët thonë se dënimi i varrit është vetëm me shpirt, e nuk ndodh me trup. Këtë mendim e përkra fuqishëm Ibn Hazmi rahimahullah, pastaj Ibn al-Jauzi rahimahullah, pastaj Ibn Aqili ka dy mendime këtë mesele. Nga ju ka ardhur që mendim, prej kajt e kanë marrë, se po na vjen me këshir bazat, prej kajt e kanë nxjerr këtë mendim. Është analogjia që i kanë bërë mes çështjeve. Kanë thonë hadithet, ajetet po flasin për dënimin varr. Nëse thot e varrosën dikën, edhe të nesërmën mëngjes e nxjerrën prej varrit, nuk kemi hetu gjurmë dënimit ai në trupin e tina. Që dënimet janë të mëdha, goditja me çkan të hekurit, goditja kështu, shkan ardhur argumente që brit e njerëzit kanë me hyrë njëna tjetrën. Thot nëse e çelën varrin, atëra thot nuk e më gjet gjurmë dënimit. Sheikhul Islam Taymija rahimahullah kur flet për çet mendim thot: "Wa hadha qawlun munkarun 'inda 'ammati ahli sunnati wal jamaa." Ky qëndrim është i refuzuar tek gjithë dietarët e ehli sunnetit dhe xhamatit. Pse i refuzuar? Kush do më tregu? I refuzuar për faktin se kanë bërë analogji mes dy botrave. Që kjo kur të godet e ki shajën trup, kjo është këtë dynjo. Nuk është pa tjetër më kona në ahiret njëtën. Nuk është pa tjetër e varreza është komplet jetë tjetër. Edhe krahasimet janë jo drejta. Kanë dallim si dita me notën. Ati është komplet botë tjetër. Dënimin Allahu Gjelle Wala që ka përmend, formën që ka përmend, tek ka përmend nuk mund është me krahasu me dënim dynjos.
Ka e ke pa për shembull nëse dojmë me parafru meselen, nëse dikush është u flet pranë teje, edhe ashtu e pa një ëndër trishtueshme, po e shef për shembull që po i kputet dora fjala bën, po e shef që po e godet dikush apo po e dënon shumë, mirë po të njëjtën kohë ai ndjen dhimbje, apo po kur qohën trup, s'ka kur gjë. Do thonë kjo nëse ndodh me një njerin ëndër që është atëherë një njeri që është në varr. Kjo është mendimi i parë e që nuk është i qëndrueshëm. Mendimi i dytë është se ata do të dënohen vetëm me trup. Ata do të dënohen vetëm me trup. Ka janë argumentu për këtë mesele? Për këtë mesele janë argumentu me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur i ka Rros i ka shti me një grop mushrik të pabesimtarët e Mekës, luftën e Bedrit, edhe është drejtu tek ata dhe i ka thirr: o filan i biri filanit, o filan i biri filanit, o filan i biri filanit. Na e gjetëm ato që Allahu xhelle u ala na i premtoi neve. Thot, a e gjetët ju ato që Allahu ja premtoi? A e gjetët ju ato që pretendonit se është hak? Umer radiallahu ta'ala anhu ka thonë: ja Rasul Allah, thot tukellimu min ejsadin la arwaha laha, o i dërgumi Zotit, po ju flet thot trupave që nuk kanë shpirta, po ju flet trupave që nuk kanë shpirta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: ata tani dëgjojnë më mirë se ju, vetëm se nuk munden me u përgjigjë. Ata thot tani dëgjojnë më mirë se ju, vetëm se nuk munden me u përgjigjë. Cila është forma argumentimit të këtyre që kanë thonë se dënohen vetëm me trup, jo dhe me shpirt? Janë argumentu prej kësaj fjalës Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, që ka thonë janë trupa pa shpirta. Janë trupa pa shpirta, edhe për ju flet të këtyne. Përgjigja ndaj tyre është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka miratu fjalën e Omerit, po ka thonë ata dëgjojnë. E prej cilësive të dëgjimit është bashkimi i trupit me shpirtin. Është e qartë? Kjo është mendimi i dytë. Dhe mendimi i tretë është mendimi se në varr dënohen, Allah i na rujt, edhe me shpirt e edhe me trup, e nga një herë dënohen vetëm me trup, e nga një herë dënohen vetëm me shpirt. Edhe kjo është mendimi i gjithë dietarëve të ehli sunnetit edhe xhamatit. Argumentet për këta janë të shumta. Tu fillu prej hadithit Bara ibn Azib, që e përmenëm javën e kaluar atë hadithin e gjatë që lexuam, se pasi shpirti i besimtarit shkon nalt, e ngjitet, e nderojnë, e respektojnë, pastaj ju thuhet kthejeni në varr, se tash fillon sprova e varrit. Kthej do të thonë te trupi i tij. Kjo e para. E dyta, ka ardhur në hadith se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur fillojnë me laçet me pyet, atëra thot fa yuqidanihi, e ulin ata. Është e qartë? E ulin ata, edhe fillojnë me e pyet. Do të thonë e ulin edhe fillojnë me e pyet. E treta është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që shënon Imam Buhariu dhe të tjerët thotë se kur të largohen të njerëzit që kanë përcjell xhenozën, i vdekuri i dëgjon shka në gjurmët e themrave të gjallëve që largohen. Thot Ibn Hajar rahimullah, pasi i përmend disa prej haditheve që flasin për këtë mesele, thot wa kullu dhalika min sifatil ajsad. Krejt këto janë prej tipareve trupore. Ulja, fillimi me pyet, drejtimi që i bëhet, goditja, hadithe që ka thot e godasin mes dy veshëve. Krejt këto janë argumente që njeriu dënohet me trup e edhe me shpirt, pastaj ka mundësi me u dënu veç me shpirt që janë hadithe që përmend atëherë, e ka mundësi që i përmendu më herët që ata llojet e njerëzve që dënon, po ka mundësi edhe
me shpirt me shiju shpërblimin vetëm me shpirt, siç është për shpirtat e shahidëve që janë në zogj të gjelbër, që lëndrojnë për xhenet, e pushojnë për kandila që janë të lidhur për arshin e Allahu xhallahu ala. Krejt këto janë argumente që shpethon shpirtat e tyre munden me u shpërblyen të ndara nga trupi. Për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam kur ka shku e ka pa Musain alayhi salatu wassalam në Isra dhe Miraj të u falën varrin e tij. Thot ra'aytu Musa yusalli fi qabrihi. E ku pa Musain të u falën varrin e tij. Hadith është sahih. Tha Sheikh al-Islam Taymiyya rahimahullah, wa hadha min anwa'i an-na'im. Edhe kjo është prej llojeve shpërblimeve që Allahu xhalla wa ala i nderon dhe i respekton robërit e mirë. Në rregull. Ana kam jetë në mesele për sonte, a është bogat, 36 minuta, deri tash. Dënimi i varrit, a është i vazhdueshëm, apo ka periudha që ndërprehet? S'ka mërë në njësë mesele. Argumentet që tregojnë se dënimi i varrit është i vazhdueshëm, apo thëmë kështu, sa i përket çështjeve pa besimtarëve të kullum kështu, që në pa besimtarë esencial, dënimi i varrit është i pandërprer. Allah i na rujt. Allahu xhalla wa ala Kur'an thot an-naru yu'radun 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Mëngjes e mbrëmje kanë me ju ekspozu zjarret ata. Pa u nol hiç. يعرضون عليها فعل المضارع فولي كوس tashme të vazhdueshme që yufid al-istimrar. Yufid al-istimrar do të thonë që vazhdimisht nuk ndalen. Mëngjes e mbrëmje ekspozohen zjarret deri në ditën e Kiametit. Do të thonë për pabesimtarët nuk ka ndërprerje. Ndërsa për besimtarët ulemoja kanë bë analogji me çështjet e xhenetit, ahiretit. Shme thonë pas ringjalljes. Kanë thonë, ka mundësi besimtari nëse është gjënaçar, ai ekspozohet dënimit, mirë po dënimi i tij ku mas kohe ndërprehet. Pse? Për shkak ndaj sadakës rrjedhëse që e kalon, për shkak ndaj fëmijës të hajrit që lutet për ta, për shkak dikush që e bën ai vepër të mirë për ta kështu më radh. Do të thonë ku mas kohe ndërprehet për këtë kategori të njerëzve. Cila është urtësia që Allahu xhalla wa ala e ka bë që njerëzit mos me i dëgju dënimin e të vdekurve. Se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, çdo secili e dëgjon, çdo krijesë tjetër e dëgjojnë përveç njerëzve. Sikur ta dëgjoni njerëzit dënimin e varrit, do të thonë zonat atyre që dënohen varr, thotë kish më rat fekt për frikës. Këtë mesele Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah e ka përmend komentin e tij që ka bërë librit Aqida al-Wasitiyya Sheikh Islam Taymiyes, edhe përmend disa arsye. E para thot arsyeja që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend te hadithi që vjen sikur mos frigosh kështu. E dyta është për shkak që me imbulu të metat e të vdekurit. Para mendoni, qysh kish me qenë gjendja e dikujt prej neve, Allah i na rujt, nëse ki edhe secili ka gjënon më shefta. Nuk ka njeri që s'ka gjënon. Edhe shkon te Zoti xhalla xhelaluhu pa u fundu prej tyre. E dënimi i varrit të pret. Edhe dënohesh për ta. Çka kanë me thonë njerëzit për ty nesër? A kanë me thonë njeri mirë, njeri keq? Ja, thonë kështu e filone. O kon kështu, Allah i na rujt. Për këtë arsye, prej hikmetit Allahu xhalla wa ala është që e ka lënë msheft këtë mesele. Kjo e para. E dyta është që mos me i shqetësu familjen e tij.
Mos me shqetësu familjen e tij në dy aspekte. Aspekti i parë që nuk është e lehtë për fëmijën e dikujt nëse vdes, edhe dënohet varë dhe njihet dënimi i tij, nuk është e lehtë ata me jetu. Nuk është e lehtë. E para prej rrethet ku jetojnë është shqetësuese, edhe e dyta është mërzie e madhe të me një njerin tonë të vdek të u dënuar çështë. E ka përmendur edhe disa arsye të tjera që libri është i përkthy ja vlen me u kthyen në ato. Asbabu adhab al-qabr, shkaqet që çojnë deri tek dënimi i varrit, janë të përgjithshme dhe të përveçshme. Të përgjithshme janë krejt mëkatet. Krejt mëkatet nuk mundesh ti më siguruan se vallahi që ky mëkat prej që tina pështojnë në varr e prej që tina nuk pështoj. Krejt mëkatet përgjithsisht. Mirë po ka disa që janë të theksuara, që janë përmend në hadithe. Për shembull, nëmimja, mbartja e fjalëve mes njerëzve. Pastaj, mos ruajtja prej stërpikave të urinës kur urinon një. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë një ditë me sahabit u kalu pranë një varri, edhe i ka thirrë, ka ftuar të kënë janë këto dy varre, pranë dy varreve. Kanë thonë të kënë janë këto dy varre, i kanë treguar të filonit. Ka thonë, innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabiratin. Ata thot po dënohen, tani thot po dënohen varr, ama nuk janë të dënu për mëkat që ata mendonin se nuk është mëkat i madh. Se përndryshe, këto dy veprime që i kanë bërë këta janë mëkate të mëdha padyshim. Se kur e përkufizojnë ulemoja mëkatin e madh thonë, edhe çdo punë e cila është e kërcënuar me dënim në ahiret. E këto janë të kërcënuara në ahiret. Ka thonë innahuma la yu'adhabani wa ma yu'adhabani fi kabiratin. Këta po dënohen, mirë po nuk dënohen për shkak se ata i kanë konsideruar mëkate të mëdha. Cilat janë ato mëkate? E para, amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima. I pari prej tyre ka bërë fjalë mes njerëzve, me i përqa njerëzit. A filoni tha për ty e kështu, e filoni kështu, dhe me thonë vazhdimisht ka kriju trazira mes shoqërisë islame. Edhe i dyti, thot, kana la yatanazzahu min al-bawl. I dyti, kur ka urinu nuk është rujt prej stërpikave të urinës, Allahu na ruaj. Pastaj i ka morën dy degë të pemëve, edhe i ka mbjellë mbi varre. Njonin të një varr, e tjetrin të një varr. Ka thonë la'alla Allah yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa. Thash Zoti që t'ja lehtëson dënimin derisa të thahen çto dy pemë. Çto dy fidone që i kam jetë. A lejohet tash për neve me mjell fidone mbi varre? Nuk është e ligjëruar një gjë e tillë. Për faktin se fillimisht na nuk e di me janë të dënuar janë të shpërbly, se kjo ka qenë specifik e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo e para dhe e dyta, asnjë sahabi më vonë nuk e ka vepruar në këtë gjë. Sikur të shkon e lejune, ata të parë kishin me qenë që e kishin bënë veprim të tillë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa hadithe ka përmendur disa lloje të njerëzve, ai i cili ka marrë prej plaçkës luftës, ai i cili ka gënjy derisa gënjeshtra e tij ka shkuar në afaq, pastaj ai i cili e mëson Kur'anin, Allahu na ruaj edhe flen notën. Nuk dallohet prej njerëzve të tjerë. Nuk dallohet prej njerëzve të tjerë. Pastaj ai i cili bën zino, përgjithësi mëkatet, Allah na rrit prej tyre. Ka gjithashtu argumente që tregojnë për shpërblimin e varrit prej punëve, gjithë punët e mira janë shkak që njeriu më u shpërbly në varr. Këto janë meselet kryesore, se edhe u zgat, u bën 45 minuta, inshallah na kamet dy mesele në javën e ardhshme me i shpjegu për çështjet e varrit, pastaj e përfundojmë këtë periudhë dhe vazhdojmë me ringjalljen. E meselet që na kamet që u shkon e planifikuar në sonte më kry, po mos u zgjat bëja që i kryjmë javën e ardhshme inshallah, është për qëllim të vdekurit ta dëgjojnë ajo.
të vdekurit, a dëgjojnë ajo. Hadithi këtyre në Bedër, e patë që Omeri radiallahu ta'ala anhu ka ngrit një shqetësim, ka thonë këta janë të vdek, këta janë trupa, nuk dëgjojnë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë këta dëgjojnë më mirë se jo se nuk përgjigjen. Kjo është baza. Pastaj prej çeti hadithi ulemoja kanë lëviz. Bazë kuptimit është interesant te çka hadith disa kanë ndalu, disa kanë leju. Ama e shohim inshallah si mesele javën e ardhshme, edhe mesele tjetër është veprat me të cilat shpërblehet njeriu në varr prej atyre që i kalonën këtë dynjë. Edhe është një mesele që duhet më u trajtu mirë, te këto çështje a ka qiyas në adhurim, nuk ka qiyas. Se ka arë që shpërblesh me haxh, shpërblesh me sadak, shpërblesh me këtë, mirë po tash a mundemi na me i bo analogji edhe meselet e tjera, që a shpërblehet njeriu për shembull me leximin e Kuranit që e bën dikush për ta, e kështu me radhë. Edhe bën me i trajtu, nëse kem kohë me lejen e Zotit, leximin e Kuranit tek varrezat a lejohet, a nuk lejohet, edhe çështjen e tallkinit kisha pas qef me pa çështje kanë trajtu ulemoja, se ka njëherë do meselena bejagi si shkurt dhe si trop ju bim, edhe ta shkrej që ato i pastaj i ndërtojnë bitose që shto është suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam, ama kur e hulumton librat vjetra e shef se ulemoja do mesele i kanë trajtu pak ma gjonë se sa na që i këshyru. Po sa qërisht ulemoja me dhejbeve të vjetra. Malikit, Shafit, Hanefit, Hanbelit, i kanë trajtu këto pësane mirë, shqyqër Zotit, nuk kanë lonën, nej meselet që mundemi me mendu në sot edhe nuk i kanë trajtu. Ata po flasë për meselet, këto që kanë bëjmë me vdekjen, se ka meselet treja që ndodhen, edhe nuk janë për me mirë, po në bazë të regula që i kanë vendosur ata, Allah i rahmet pas ta, nxerrën edhe meselet bashkore kështu me radhë. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.